qëndres, siç ka bërë Sali Berisha, nuk mund ta bënte dot një i dytë në Shqipëri. Është vërtet. Pati gjithë botën kundër, pati gjithë partinë e vet cilën e solli e dorëzoi pas 8 vitesh në pushtet edhe me një kontribut madh për Shqipërinë, fakt për hapat të rëndësishme që ka pas proceset e integrimit dhe NATO e ku diun. Dhe në një moment të caktuar këta deshën ta shuajnë fare zërin opozitar. Se na e dinë, ishte i vetmi njeri që përmendte emrat e bandave, bënte denoncime. Edhe kjo ka nis në momentin që ky denonconte këto avionet e drogës, e më që i thonin atë mushkonja, i thonin këta, e filluan edhe njerëz që e donin Sali Berishën ose që ishin simpatizantë, kujtuan thonë Rashkiti ky tani me avion droge, apo se ishte pa perceptueshme, ishte pa perceptueshme. Pa imagjinueshme. Mirë, por nuk zgjati shumë kohë dhe dolën vërtet ato. Fitoria sot për shembull, ai është një situatë krejtësisht tjetër. Kush e imagjinonte që do ishte në këtë situatë që është sot? Pra panon gratën, pranohet nëpër partitë si motra nëpër gjithë Europën dhe ju dha një shembull shqiptarëve, ju dha një model, ka përku kjo në fakt edhe me këtë revolucionin e këtyre flamingove ka përkoj rastisht siç duket kjo heqja non gratës së Berishës. Rastisht ose jo rastisht. Ose jo rastisht, u zhbë dhe doli zbuluar se sa kanë qenë manipulu njerëzit.